me një karrierë shumë të madhe në futboll, kemi krijuar miq si nga Serbia, nga Kroacia, nga Bosnia, nga vende ish Jugosllavisë. Dhe edhe sot e kësaj dite kam kontakte, siç kishin do të dëshirë të vinin në ndeshjen në Elbasan Arena apo në Tiranë, gjë të cilën ju kam bërë dhun ftesë, por nuk kanë pranuar, si duket i vazhdojnë ende me mendimin që Shqipëria është vend i rrezikshëm, por unë them gjithmonë që Shqipëria është shumë vend i pric. Mbrëmje që po ta dija më përpara nuk do kisha shkuar, por ishte ajo kënaqësia që na ra shortin me Serbinë dhe doja shumë të shikoja takimin. Po tek takimi i ardhshëm që ne kemi me Serbinë, do jeni pjesë? Mendoj që po, është takim në Leskovac. Mendoj që po, me qenë se po më bëni këtë pyetje, momentin që do siguroj biletat, doja u përcjell direkt. Privatisht mund të arrihet të sigurohet bileta, nuk është se është problem, nuk është se ka probleme me në futjen e stadium, nuk është se ka probleme të tipit siç ishte në Tiranë që me kartë identiteti jo fare, arrin sigurosh 2 bileta dhe mund futesh. I gjithë problemi është tek mënyra se si organizohesh, kush do të presi, në mënyrë private dhe mënyra si që do futesh në stadium, mos kesh sende që të cenojnë ndeshjen e futbollit. Po jo, nuk është. Mendoj që do jem dhe momentin që do siguroj biletat do t'ja u përcjell. Edhe pse matematika na mban ende në lojë, a mendoni se na është shuar ëndra e botrorit bazuar te 2 ndeshjet që kemi luajtur deri më tash? Po më fiksova përpara. Personalisht mendoj që po, sepse kemi humbur 4 pikë, çka do na ndikojë direkt tek vendi i dytë. Serbia ka një takim me Letoninë në Riga në shtator dhe me shumë mundësi do ta fitojë, çka do bënë që na dilshin sipër në tabelën e renditjes. Kanë 2 takime më pak, ne do të kishim përfituar më shumë sepse mundësitë i kemi pasur, por gabimet tani do ndikojnë dhe mendoj që në fillim do të fitojmë me Letoninë në Tiranë, pastaj do të fitojmë në Serbi, çka do të thotë që këto 4 pikë që kemi lënë, llogaria shumë e thjeshtë të marrim 6 pikë në 2 takimet e shtatorit. Pas ndeshjes me Letoninë, rrjeti ka shpërthyer me komente, teksa kërkoi dorëheqja e Silvinjo. Si e shikoni juve të ardhmen e atij tashmë? Mendoni se cikli i tij ka përfunduar? Po Silvinjo ka bërë punë jashtëzakonisht shumë të mirë tek Shqipëria, deri në momentin e Europianit, pastaj në Europian pati një lloj çdimi në leximin e lojës, pati një lloj çdimi në situatat e zëvendësimeve, ku dhe shumë specialistë ja vun dukje, e filloi mirë Nation League me fitoren ndaj Ukrainës, por pastaj pati një lloj regresi të jashtëzakonshëm, nuk e kuptoj arsyeën. Shumë zëvendësime, ka humbur dhomët e zhveshjes, shumë probleme militare, nuk e kuptoj edhe unë, por mendoj që koha Silvinjës tashmë është drejt fundit dhe mendoj që Shqipërisë duhet një trajner i ri. Të paktën në rrjetet sociale kanë qarkulluar shpesh emrat e Ilir Dajës, Tetovës, Besnikasit si alternativë të mundshme për drejtimin e kombëtares. Mendoni se ka ardhur koha që kombëtarja shqiptare të ketë një trajner shqiptar? Po, për të 3 emrat që lakuat, jam plotësisht dakord, do doja shumë që të ishte një shqiptar, sepse do i hapte rrugë edhe trajningut shqiptar për të përmirësuar më shumë tek respekti te meritokracia, sepse trajnerët shikohen me një sy, se ky është trajner shqiptar. Dakord, ky është një trajner shqiptar, por futbollistët që kanë dalë, si Muçi, si Ozuni, si portieri Dajsinani, si Julian Sheu kanë ardhur nga kampionati shqiptar dhe po performojnë njerëzisht shumë mirë. Yasir Hasani ishte te Partizani, nuk u preferua që grumbulloi. Erdhi me ekipin kombëtar, u pa me një sy jo të duan. Ju desh pastaj që të shënonte Yasir Hasani, që shikoj prit se ky është Yasir Hasani. Por ne këtu e kemi pasur Yasir Hasani, ne këtu e kemi pasur Julian Sheu, ne këtu e kemi pasur Myrto Ozunin, Ernest Muçin po ashtu. Pra kampionati shqiptar është kampionat shumë i fortë. Sigurisht që i mungojnë klubet me financa jashtëzakonisht shumë pllane, por të siguroj që si trajnerët ashtu edhe futbollistat janë futbollistë jashtëzakonisht shumë profesionistë dhe mendoj që do të ketë një shans
edhe për trajnerët në të ardhmen. Jam zakonisht shumë dakord si Besnikasi, Ilir Tetova dhe Ilir Daja. Po. Dua të ndalem pak dhe situata tensionuar mes tifozëve Kuqezi dhe Federatës Shqiptare të Futbollit për akuzat për shortin e biletave që nuk po ndalen. Çfarë mendimi keni ju? Po kjo është diçka që i takon organizatorëve. Unë si trajner, si ish futbollist, mund të flas në lidhje me ato çka shikojnë fushë. Kjo është diçka që mund të merret duhet specialist, por si trajner, si ish futbollist, duhet të kishin gjetur gjuhën e përbashkët të dyja palët, duhet të ishin ulur, duhet të kishin folur, sepse në mes është ekipi kombëtar. Si Federata Shqiptare që ka pluse, po ashtu edhe tifozët Kuqezi, mendoj që ndeshjen me Serbinë duhet të kishin gjetur gjuhën e përbashkët që ai takim të ishin tek zëra, të ishin në stadium për mbështetjen e tyre. Ka 21 vite që e mbështesin kombëtarën, që nuk kanë lënë cep të Europës pa shkuar, dhe kjo gjë tani më duket një thyrje shumë e madhe dhe çdo lloj problemi që pasqyrohet mes të dy palëve pasqyrohet edhe në fushën e lojës. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë, cili është mesazhi juaj për djemtë kombëtare? Si do t'i motivoni ata për të marrë pikët maksimale në dy ndeshjet e ardhshme? Po motivimi është shumë i thjeshtë. Bëni krenar çdo shqiptar, besoni të aftësitë e juaja, bëni krenar familjet tuaja. Janë 2 takime, duhet fitojmë me Letoninë dhe duhet shkojmë pastaj në Beograd për fituar në Serbi, duhet shkojmë për fituar atje. Në futboll, të treja rezultatet janë të mundshme, futbolli është i bukur sepse nga momente jo ka dhe momente po, dhe nëse ne bashkohemi, nëse ne kemi frymë pozitive, mund t'ja dalim. Kështu që dhe duke parë gjithë popullin që ka nga mbrapa, mendoj që djemtë kombëtarës duhet bashkohen dhe duhet të marrin maksimumin e pikën në këto 2 takime. Profesor, unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe për kohën tuaj. Shumë faleminderit dhe ju.